Për kryedemokratin Sali Berisha nuk ka përplasje brenda demokratëve, teksa për përjashtimet e antarëve të Partisë Demokratike në Durrës, deklaroi se ka disa arsye të tjera përveç atyre që janë bërë publike. Ai ka qenë nënkryetar në fushat elektorale, ka punuar për kundërshtarët, për të mos thënë sa gjëra tjera, s'ka nevojë, por edhe ai dhe çdo njeri tjetër ka një gjykatë kjo parti, duhet të paraqesë ankesat. Kryedemokrati i vijoi deklaratat e tij, duke theksuar se pa ndëshkimin e kryeministrit Edi Rama nuk ka bashkim evropian. Pa ndëshkimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë e Edi Rama nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë hap drejt bashkimit evropian. Raporti i Bar është shtyr 3 herë gjatë muajit mars. I Bar, votimi i këtij raporti është kusht që kapituj të tjerë të mund të mbyllen. Ndërkohë përsëriti thirrjen për pjesëmarrje në protestën e 17 prillit, duke akuzuar kryeministrin se i ka hequr opozitës edhe të drejtën e ngritjes së komisioneve hetimore parlamentare. Gjerë sot, Edi Rama i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore. Një tjetër pikë në të cilën Berisha u ndal ishte edhe dosja e Akshit, ku sipas tij autori kryesor i kësaj dosjeje, Ergjys Agasi, mbrohet nga shteti. Por po kaq është dosja e Akshit. 2 javë më parë Ergjys Agasin e kanë rrafur shumë keq. Por duhet dini që Ergjys Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergjys Agasin.